Në plan programet mësimore të nxënësve të medreses Isabeu, padyshim se është edhe ana praktike e mësimeve që mësohen si teori. Ky aktivitet kishte për qëllim rritjen e njohurive dhe vetdijes së nxënësve rreth rëndësisë të standardeve halal në jetën e përditshme dhe në praktikën profesionale. Vlen të theksohet se çështjet e hajës dhe pijës janë çështje shumë të rëndësishme tek popullata në përgjithësi e ajo muslimane në veçantë. Dhe besoj se medresantët në përgjithësi janë më të thirrurat ata të cilët bëjnë dallimin mes halalit dhe haramit, e lejuarës dhe të ndaluarës, dhe mendoj se ky seminar do të luajë një rol të rëndësishëm që ata mësime teorike të cilat i kanë mësuar nxënësit tona brenda procesit edukativ arsimor, kjo do të jetë një çështje praktike të cilat ata mësime teorike do t'i shohin në praktikë se çka ka mundësi apo çka është e lejuar dhe çka është e ndaluar të ushqehen apo të hanë, dhe më e rëndësishme është që të interpretojnë edhe opinionit atë të cilën është e mirë dhe e cila nuk është e mirë. Drejtoria e administratës së Riaset bashkë me Agjencionin për Standardin Halal ka ndërmarrë një iniciativë për të vizituar medreset, por synohen edhe shkollat të tjera të mesme të Tetovës. Do të zhvillojmë edhe një anketë rreth asaj se sa të rinjt dhe të rejat përcjellin standardin halal dhe sa janë të interesuar që të shohin produktet janë të certifikuar me certifikata halal dhe si ndikon ajo në jetën e tyre të përditshme. Njohja dhe zbatimi standardeve halal është një element i rëndësishëm në formimin profesional dhe etik të gjeneratave të reja, than drejtori i Agjencionit për Standard Halal pranë Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Driton Dikena, dhe drejtori për diaspor pranë Riasetit të BFI-s, Mafiz Rustemi. Agjencioni për halal standard, i cili funksionon në kuadër të Bashkisë Fetare Islame, një ndër prioritetet e tij ka edhe ndërgjegjësimin e popullatës për sa i takon halal standardit. Prandaj sot jemi këtu në medresen Isabeu paralelja vajzave në Tetovë, mbajnë një cikël ligjëratash për sa i përket aspektit teknologjik të halal standardit. Profesorët e lëndëve të shariatit sigurisht se i kanë mësuar në mënyrë të mrekullueshme kuadrin e ri për sa i takon asaj, mirë po ne këtu sot jemi për të mësuar kur shkojnë në market çfarë të blejnë, çfarë duhet të blejnë, kur shkojnë në dyqanin e mahallës. Të gjitha ato produkte të cilat i përdorin në përdorimin shtëpiak të përditshëm në aspektin teknologjik a janë në përputhje me parimet e shariatit. Unë e trajtoj më së shumti parimet morale të jetës halal. Pra halali nuk ka të bëjë vetëm atë çka ne ham dhe konsumojmë, por gjithashtu halali është si koncept shumë më i gjerë, për arsye se Islami është interesuar që ne si besimtar të kemi halal edhe formën e fitimit të pasurisë tonë, të kemi halal edhe formën se si sillemi me njerëzit tjerë, fjalët tona të jenë konform asaj që na mëson neve Allahu xhaleshanu, sjelljet tona, pra të mundohemi si besimtar që gjithë jeta jonë të jetë konform parimeve halal të Islamit. Medreseja e vajzave në Tetovë mbetet një qendër e rëndësishme e edukimit dhe formimit të brezave të rinj, duke ofruar jo vetëm dije teorike, por edhe përgatitje praktike në përputhje me vlerat fetare dhe nevojat bashkëkohore të shoqërisë. Ky aktivitet u karakterizua nga interesimi i madh i nxënësve, të cilët patën mundësi të ndjekin nga afër ligjëratat dhe të shtrojnë pyetje rreth standardeve halal dhe zbatimit të tyre në praktikë.